السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, lutim Allahun e madhërisëm që të gjitha adhurimet tona, agjërimin ton, namazin ton, leximin e Kur'anit, dhikrin, duat, sadakat, vizitat familjare, farefisnore, kijamin që e bëjmë, lutim Allahun e madhërisëm që këtë të adhurime t'i gjejmë të regjistruara ditën kur dalim para madhnisë të Tij subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, besimtari musliman duhet ta ketë të qartë identitetin e tij fetar. Duhet të jetë krenar që është musliman, edhe që është prej atyre që e adhurojnë Allahun Dhul Xhelal, edhe që është prej atyre që e ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të jetë krenar se model të tij në jetën e vet e ka Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun dhe sahabët tjerë. Besimtareja duhet të jetë krenare se model të jetës së saj e ka Khatijën, e ka Aishën, e ka Fatimen, e ka Esman, edhe i ka gratë sahabike të nderuara ridvanullahi alehim ejmain. Edhe, sidomos sot, kur çdo musliman edhe çdo xhamat ballafaqohet me një presion të jashtëzakonshëm, të egër, prej qarqeve të ndryshme, që besimtari me fillu edhe me dyshun të vërtetat e Islamit, mos me pas guximin dhe fuqin për të zbatu urnat e Islamit. Dhe në momentin që ai dallohet me një tipar Islam, tjetë i akuzuar, të tentohet të marginalizohet, tentohet të lihet pas dere, dhe të mos i jepet vendi që ai e meriton. E kretë kjo, këto presione, këto padrejtësi, ky diskriminim, kjo tendencë për marginalizim të muslimanit, të muslimanes, ta bën këtë musliman dhe muslimane të jetë me kompleks të inferioritetit. Çfarë do të thonë kompleks të inferioritetit? Ta ndish vetes se ti je më i parëndësishëm, je më i vogël, je anësor në zhvillimet tona shoqërore. Se ti nuk i kontribut për zhvillimin e shoqërisë, se ti nuk je i rëndësishëm në ndodhit e kësaj shoqërie, se për ty s'ka nevojë kjo shoqëri. Kjo është kompleks i inferioriteti. Ti o musliman i ri, ti që adhuron Allahun Dhul Xhelal, dhe ti që ndjek sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti që ke model sahabët e nderuara, ti oj motër muslimane, ti oj besimtare, ti që adhuron Allahun Dhul Xhelal, ti që ndjek sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti që ke modelet jetës tënde, grad besimtare, sahabikat e nderuara ridvanullahi alehim ejmain, nuk duhesh asnjëherë me ndi vetveten inferior, asnjëherë nuk duhesh me ndi vetveten parëndësishëm, pa vlerë, sepse përkundrazi, prania e këtyre djemve besimtar edhe këtyre vajzave besimtare janë garanca e vetme që ky popull dhe ky vend ka me ecë përpara
dhe ka me mbrojt veten nga zhdukja dhe shkatrimi, fillimisht ai moral, pastaj edhe ai biologjik. E kuptoni çka do të thonë shkatrimi moral dhe ai biologjik? E para, ajo që sot tentohet, edhe andaj kret ai investim që e bëjnë edhe harxojnë parën qarqet islamofobe, që të largojnë rinin prej xhamis e të çojnë diskoteka dhe të i mashtrojnë me defrimet fizike dhe epshore, e kur vjen Ramazani, edhe kur vin 10 i fundit, e hapën dyert e xhamiave, e mbushën xhamiat me besimtar, ata thojnë, çka ndodhi? Këta investim, këta planifikim, këta ajo strategji shkoi kot. Besimtarët, rinia, përsëri po e duan Allahun ma shumë se epshin e tyre. Po e duan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se ofertat e tyre. Po e duan adhurimin, namazin, ibadetin ma shumë se dëfrimin, argëtimin, lozjen edhe kënaqjen e epshet e tyre. Edhe kjo është dëshmi se tek kjo rini hala në zemrat e tyre ka një iman i cili i bën ata që ta din kufinin që nuk duhet me kalu. Dhe nëse ata gabojnë, nëse ata bëjnë gjunahe, nëse ata rrëshqasin, e din se duhet kthehen te Allahu. E din se duhet bëjnë istighfar, kërkojnë falje për gjunahet e tyre. E din se duhet pendohen dhe t'i kthehen Allahu dhul xhelal. Edhe andaj vinë xhami, i kapen për adhurimet, me shpresë se Allahu ka me va fal gjunahet dhe ka me va forcu kamt e tyre në këtë fetë Allahu dhul xhelal. Andaj e nisa prej kësaj hyrjeje për me thonë se cili musliman, se cili besimtar, këto kohëra të vështira të gurbetit, të jabanxhillëkut të fesë, ku njeriu që kapet për fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka aq vështirë, sa e ka vështirë njeriu që e kap një gacë të zjarrt, sa është vështirë me mbajt atë gacën në dorë, aq është vështirë për shumëtëri dhe për shumëtëreja me u kap për fen Allahu dhul xhelal. Ama tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr, i kapuri për fe atë ditë do e ketë vështirë sikur se ai që e kap një gacë me dorën e tij, as me e majt, as me elshu, me e majt ta djeg dorën, me elshu, elshon atë që varet ardhmëria jote dhe jeta jote pe atij pi Allahu dhul xhelal. Kjo është vështirësia që ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po shifni myshdën që ka thonë ajruhu 50. Ata njerëz që kapen për fen këto ditë vështira kanë shpërblimin sa 50 burra, sa 50 besimtar. I thanë sahabët 50 minna au minhum, sa 50 burra prej neve, apo sa 50 burra prej tynve. Shifni o vllazën, sot me thonë që një namazi joti është i vlefshëm sa namazi i 50 muslimanëve, kjo është myshde e madhe. Është shumë shpërblim i madh, jashtëzakonshëm. Mirë po me thonë se namazin që e falë ti o i ri, që ti ballafaqohesh me lloj-lloj peripeci, me lloj-lloj vështirësi, me pengesat vazhdueshme, me trysni të ndryshme, me joshje dhe mashtrime, etiket ata i lën edhe vjen edhe rrin kohën për Rabbul Aleminin, e me thonë ty se ki shpërblimin e namazit tanë, sa shpërblimi i 50 prej ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo me të vërtet është myshdë shumë e madhe. A kuptoni tani jo që jeni këtë xhami, edhe këtë besimtarët që këtë 10 në fundit e kalojnë në adhurimin ndaj Allahut dhul xhelal, xhamia apo në shtëpi. Këta besimtarë të kësaj kategorie me këtë insistim me u identifiku me Islamin dhe me i kry detyrat dhe adhurimet karshi Allahu dhul xhelal, e fitojnë shpërblimin e 50 ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
E dini cila është vlera e ashabëve? Allahu dhul xhelal që thot radi Allahu anhum wa radiu an. Allah është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun dhul xhelal. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa inna mos i shani shokët e mi, ashabët e mi, sepse një grusht sadaka që e kanë dhënë ata, një shuplak sadaka që e kanë dhënë ata, është më e vlefshme te Allahu se nëse besimtarët e mëvonshëm e japin sadaka një kodër ose një mal të Uhudit me altan. Do të thotë se e jep një mal të Uhudit me altan sadaka, nuk mundet me mri vlerën dhe sevapin e një shuplake sadaka që ka dhënë njëri prej ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai kuptoni se është dallimi i madh. Duke qenë ky dallim kaq i madh mes atyre dhe neve, për ne po thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti je krenar me Islamin dhe je i paluhatshëm në udhtimin tënd drejt Allahut dhul xhelal, e ki vlerën sa 50 ashab të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në prizmën e kësaj duhet ta kuptojmë ajetin kuranor ku Allah thot kul innal izzata lillahi jami'a. Thuaj krejt krenaria i takon Allahut dhul xhelal. Edhe përderisa ne jemi robët e tij, edhe na kemi krenari. Krenari se jemi robët që adhurojmë Allahun dhul xhelal, kur ka njerëz që adhurojnë krijesa, adhurojnë gur, e dru, e kafsh, e shpenz, e gjind, e objekte qiellore, ajo më e keqa që ka përmend Allahu dhul xhelal ata që adhurojnë epshin e tyre. Arajte men ittakhadha ilahahu hawa, a nuk e sheh atë që për Zot të vetin e ka marrë epshin e tij? Andaj të pas parasysh këtë këto grupe të ndryshme të lajthitura, të devijuara, të degeneruara, ti ngelesh besimtar i cili stoikisht, i cili pa u luhat, i cili pa e ndryshu as pak, udhton në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam derisa të shkosh te Allahu dhul xhelal. Rruga është e gjatë. Vështirësi ka me pas vazhdimisht, trysni dhe presione nga anë të ndryshme. Neoliberalizmi me filozofitë e veta mundohet njerëzit me shndru në kafsh, që ata galen kryesore me pas çka me hangër dhe çka me pi, dhe si epshin e tyre me shfry. Po, neoliberalizmi si doktrinë filozofike që mundohet të imponohet së shoqërive në botë është kjo, që njerëzit me i shndru në kafsh, ata mos të kenë ideale në jetën e vetë, ata mos të kenë besim në zemrat e veta, ata mos të kenë objektiva fisnike morale në jetën e vetë. Edhe qëllimi kryesor është si të bëj pare, qëllimi kryesor është si të bëj famë, qëllimi kryesor është si të vinë pushtet, qëllimi kryesor është si ta kem një kerë të shtrenjtë, qëllimi kryesor është si të bëhem i njohshëm kahmos. Edhe andaj i shohim na fatkesisht edhe bitë edhe bijat tona që duke ndjek hapat e tyre me budallakia të ndryshme na për TikTok-e e rrjetet sociale mundohen të bëhen të njohshëm. Megjithse besimtari i vërtet, njeriu moral, njeriu i moralshëm është ai i cili mundohet me e ngrit vlerën e vet me besim në Allahun dhul xhelal dhe me dituri. Pastaj me vlera morale, pastaj me shkatërsi. Këto janë 4 komponente edukative që me to duhet të identifikohet gjenerata e rinjës sonë. Besimin në Allahun dhul xhelal, pastaj dhënien pas diturisë dhe shkencës, pastaj stolisje me vlera morale, pastaj me gara mes vete kush ma mirë punën ka me e bo. Jo kush ma shumë pare ka me bo. Ti je zanatçi, je automekanik, edhe ai është automekanik. Po ti se je musliman që falesh, do jesh automekaniku më i mirë në lagjen tone, automekaniku më i mirë qytetin tanë, automekaniku më i mirë shtetin tanë. Jo pse t'interesojnë paret, as pse t'interesojnë lavdi i njerëzve,
po për shkak të amanetit që e ki, që atë punë që e ke marrë përsipër, t'ja jap shkakun, edhe ta krysh me përshtatshmëri, ashtu siç është razi Allahu dhul xhelal. Islami jon, imani jon, kështu neve duhet me na bë terbije, që na të dallohemi, nëse jam në shkollë të mesme, t'jem nxënësi më i mirë i klasës, t'jem nxënësi më i mirë i gjeneratës, t'jem nxënësi më i mirë i garave shkencore që mbahen brenda shtetit apo jashtë shtetit. Nëse jam student fakultet apo studente në fakultet, t'jem studenti apo studentja më e mirë e gjeneratës. T'jem studenti apo studentja më e mirë e universitetit e fakultetit. Kështu besimtari i vërtet tregon identitetin e tij islam dhe krenarin me islamin. Po, do ketë akuza, do ketë shpifje, do ketë ngatresa, do ketë pengesa, ama fastaqim kama umirt. Ti vazhdo udhto këtë rrugën tonë ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhul xhelal. Vazhdon këtë rrugë, mos u nal. Shef në vllazni, kush e ndjek këtë këshill, kush i ndjek këtë porosi, ai në fund ka me triumfu, ai në fund ka me ngrit, ai ka mu bo emër i njofshëm edhe në dynjë. Megjithëse kjo nuk është shumë me rëndësi, sa është me rëndësi se ai ka mu kon i madh te Allahu dhul xhelal. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ngrit Allahu nga mesi juaj ata që kanë besim dhe që kanë dituri në grada të larta. Shifne? Atë që ka iman të vërtet, edhe atë që ka dituri të vërtet, ata Allahu ka me ngrit në grada të larta. Besimtarin me iman të luhatshëm, që ka të fryn era, shkon aj. Vjen një opcion politik i ofron majtizmin, aj e merë, e thot vetës musliman. Vjen një opcion politik i ofron të djathtën, aj e pranon edhe i thot vetës musliman. Vjen një liberalizmi i ofron ofertën e vetë, aj e pranon dhe i thot vetës musliman. E s'ka valla, as hem musliman, hem me ndjek filozofi të shejtanave nuk ka mundësi. La sharqiyatin wala gharbiyya. Si e përshkruan Allahu dhul xhelal dritën e tij kur e krahason me pemën e ullirit dhe vajin e ullirit, thot la sharqiyatin wala gharbiyya, nuk është as lindore as perëndimore, por është origjinale bazore. Është e zbritur nga Allahu dhul xhelal. Andaj të gjithë ne në këto veprimet tona duhet të ngjyrosemi me ngjyrën e Islamit. Dhe identiteti jonë tjetë i ngjyrosur me ngjyrën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të kemi krenari dhe të mos na vjen turp, as ndihemi keq as njerë të sejna musliman. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u likështoni, as mos u dëshproni, jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Po, besimtari çdo herë ka qenë dhe ka me qenë më i ngritur, më i lartë të gjithë të tjerët që janë jo besimtar. Edhe në dynjë e mos flasin për atë që e pret besimtarit në ahiret. Andaj ti që e i ri, te ty e kanë fjalën. Edhe te ty o i vazh që e re, te ty e kanë fjalën. Ju, rinia e popullit ton, duhet të ndiheni shumë të nderuar, shumë të privilegjuar, shumë të zgjedhur, shumë të përzgjedhur, që keni linë në familjet tona muslimane këtu në Shkup, e keni ardhur prej prindërve që i kanë eduku hoxhallarët e tonë të mëdhej, që i ka pas ky vend, Allah i mëshiroft dhe me gjeni firdos i gëzoft, që ata e kanë mbjell islamin në zemrat e baballarëve tonë, e ata pastaj atë dashuri për islamin që e kanë pas, e kanë përcjell te na, e pastaj e kanë përcjell edhe te ju, edhe sot na jemi krenar me Shkupin ton, jemi krenar me xhamia tona, jemi krenar me hoxhallarët e tonë, jemi krenar dhe me xhamatin ton, tri e plet që i kemi në xhamia tona. E kjo krenari nuk duhet kur na me humb, as me leju dikush me na e vjedh, as me na kompleksu dikush tu na akuzu se këta të Shkupit e këta të Maqedonisë shumë fetar, shumë ekstremista, shumë radikalista. Jo. As jemi ekstremista, as jemi radikalista, as nuk jemi ku me di se çka. Na jemi musliman, jemi shqiptar dhe jemi krenar.
edhe pse jena musliman, edhe pse jena shqiptar, dhe kina me vazhdu jetën tonë sa të jemi gjallë, duke pas këtë kanëri për atë që na ka kriju Allahu si shqiptar, dhe se cilin me kombin e vetë, dhe për atë që neve na ka bo musliman, që kemi zgjedh këtë fe, që është përmbyllëse e të gjitha feve, edhe vula e gjithë pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tha, sharaful mu'mini qiyamu bil-layl. Nderi i besimtarit është namazi i natës. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Dhe kënaria e tij është që mos ketë nevojë për askën për njerëzve. Shifne, tani kjo lidhet me këtë që bëjmë na. Na bëjmë namaz natë. Adhurim Allahun Dhul Jalal, atë që e gjithë pasuria në dorën e tij, dhe nga ky adhurim na e mbushim shpirtin ton me kënari. Me kënari që vazhdimisht në jetën ton, kudo që jemi na, çfarëdo pozite që kemi në kompani private, apo institucion shtetënor, apo në arsim, apo kudo që jemi, kënaria jon nuk na lejon na t'i vardisemi dikujt. T'i vardisemi dikujt, e t'i nështrohemi dikujt, e t'i ta miklojmë diken, e t'i bëjmë lajka dikujt, që ta marrin një pozit, apo ne i pët një post. Ja. Na kënarin ton nuk e ulim, kokën ton nuk e ulim, punojmë me besnikëri, punojmë me drejtësi, punojmë me saksi, edhe lipim kënarin, edhe lipim pozitën dhe postin nga Allahu Dhul Jalal, e kush është kështu, kush është i tillë, gjithsesi ai ka me fitu edhe dynjon, po ajo që është më e madhe ka me fitu edhe ahiretin inshallah taala. Lutim Allahun e madhëshëm që këtë namaz natë që na e falim, na e ngrit neve nderin para tjerëve, dhe të na ushqen zemrën tonë me iman, e të kemi krenarin e duhur, e cila i takon çdo besimtarit të devotshëm inshallah taala. Allahu na i fal mangësitë tona, Allah i pranoft adhurimet tona, Allah i madhëshëm na bëf për atyre besimtarve që kur nuk e ndin veten jo krenar për shkak se janë musliman, përkundazi e ndin veten krenar vazhdimisht për këtë islam, edhe për këtë namaz, edhe për këto ibadete dhe punë të mira që i bëjmë gjatë jetës sonë. Elusim Allah na i fal gabimet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.